Deri tani, për modulin e prodhimit, kemi parë një shpjegim të shkurtër për të, çeljen e artikujve prodhim, dhe do të shohim dokumentin që ekzekuton prodhimin. Këtë lloj dokumenti në program mund ta shohim tek moduli prodhim në të majt, ose menuja regjistrime, prodhim, ekzekutime e re. Në ambient, shohim se lloji është vetëm ekzekutim prodhimi dhe mbajmë shënim një detaj të shkurtër se çfarë bën ky lloj dokumenti. Atëherë qëllimi kryesor është që krijon gjendje në magazin, pra i prodhon artikujt e gatshëm për shitje ose artikullin përfundimtar. Dhe automatikisht, duke bërë këtë regjistrim, gjenerohet një dokument hyrje për artikullin e gatshëm dhe një dokument dalje për recepturat që janë lidhur me këtë artikull, apo që përzidhen direkt në dokument ekzekutim prodhimi. Vendosim një numër dokumenti, vendosim datën dhe magazinat mund të plotësohen që në kog dokumenti ose në gridën e mëposhtme. Shërben për të vendosur që në fillim një magazin që do përzidhet për daljen e artikujve ose për hyrjen e produktit të gatshëm. Magazina qendrore është gjithmonë e para, sepse është qelur e para në radhë në menun e qeljes së magazinave. Prandaj është gjithmonë e plotësuar me kodin MQ në magazin. Kjo që mund të ndryshohet duke e përzgjedhur manualisht në nivel produkti apo recepture. Për shembull, nëse përzgjedhim artikullin përfundimtar, shohim se ngarkohen recepturat dhe për çdo recepturë kemi mundësinë të ndryshojmë magazinën në rast se nuk duam të dalë nga magazini qendrore. Ose nëse e dim që gjithmonë do të përdoret e njëjta magazin për produktin dhe e njëjta magazin për të gjithë recepturat, mund ta përzgjedhim në kog dokumenti dhe kështu ngarkohet për çdo recepturë e njëjta magazin. Vendosim një shënim për të na ndihmuar se çfarë lloj dokumenti është. Vendosim sasinë që do të prodhojmë për produktin e gatshëm dhe kosto merret nga kosto e recepturave. Pasi krijohet dokumenti, pra selektojmë ruaj, shohim dhe dokumentat që gjeneron ky lloj regjistrimi. Shkojmë te inventar, shohim daljen e recepturave nëpërmjet dokumentit flet dalje nga procesi i prodhimit. Nëse hapim dokumentin, mund të shohim të gjithë recepturat që janë bërë dalje. Mund të shohim dhe që është gjeneruar nga dokumenti që ne sapo regjistruam. Dhe në hyrje është regjistruar hyrja e produktit të gatshëm, pra shtimi i gjendjes së tij në magazin, me sasinë dhe koston që përcaktuam në dokument ekzekutim prodhimi. Dhe këtu mund të shohim se nga është gjeneruar. Mbajmë shënim gjithashtu se tashmë produkti që ne sapo regjistruam apo sapo u krijua është i gatshëm për shitje. Mund të shitet si çdo lloj artikulli tjetër. Duke regjistruar një faturë shitje, plotësojmë fushat si kemi parë deri më tani, klientin, numër, datë dhe çdo fushë tjetër të nevojshme për të dhënë informacion. Më pas e përzidhim në trup dokumenti produktin, vendosim sasinë që do shitet, magazinën nga cila do bëhet dalja
dhe çmimin e shitjes. Mund të plotësojmë dhe fushat që janë në fund, nëse është nevoja, për shembull për në një zbritje apo në mënyrë pagese. Regjistrojmë shitjen e artikullit produkti i gatshëm.